Po mërmoj në qofë si jeni ka shtaftë, mërë zotri, po ju lutem urdhroni. Edhe më shkarkoni dhe mua me këtë rasët bira hatë, po dhe një mua bet kod. Tensione dhe debate të forta janë regjistruar gjatë mbledhjes së fundit të Këshillit Bashkiat i Tiranës, ku nënkryetaria e Bashkisë së Tiranës, Anuela Ristani, është përplasur ashpër në këshilltarët e mazhorancës. Debatet kanë nisur gjatë diskutimeve për problematikat e pastrimit të qytetit dhe kërkesat për më shumë llogaridhënie nga drejtuesit vendor. Në kulmin e tensioneve, Ristani ka reaguar me tone të forta ndaj kritikave të adresuara nga përfaqësues të shumicës në Këshill. Më shkarkoni, të bie dhe unë rehat. Mësohet të kep deklaruar ajo gjatë mbledhjes, në një moment që ka shtuar edhe më shumë tensionin në sallë. Përplasjet më të forta janë regjistruar me këshilltarin Halid Valteri dhe me krenar Canolari, të cilët kanë kërkuar më shumë përgjegjësi lidhur me situatën e pastrimit dhe menaxhimin e qytetit. Zonja Ristani, ju lutem, me qetësi të dëgjojmë dhe kolegët e tjerë për diskutim. Faleminderit, zonja kryetare e Këshillit. Nëse do vijojnë në këtë formë, pa mbajtur qetësi dhe pa dëgjuar njëri tjetrin, po prishni mbledhjen, zoti Valteri. Sipas të pranishmëve, debati më pas ka degraduar në tone ironike, ndërsa Ristani ka kundërshtuar akuzat dhe në disa momente ka ironizuar gjatë diskutimeve, duke sjellë reagime të forta nga disa prej këshilltarëve në sallë. Mbledhja është zhvilluar në një atmosferë të tensionuar, ndërsa çështja e menaxhimit të mbetjeve dhe pastrimit të kryeqytetit vijon të mbetet një nga temat më të debatuara në politikën vendore. Tirana është më keq se ç'ishte. Si ju vjen mirë. Jepni përgjigje zonë, jo komente. Dhe përgjigjet janë direkt të varura me pozicionin tuaj. E nderuar, këtu duhet bëhet puna ose njerëzit duhet ikin. Zotri, kush është përgjigja që ju prisni? Cila është përgjigja që ju dëshironi të merrni, se s'po e kuptoj. Unë po ju them, ka një kontratë. Bëheni punën më mirë me zonjë kaq. Bëheni punën më mirë. Po pra, ju kuptova dhe po ju them, nëse jeni kaq të mërë zotri, po ju lutem urdhroni. Edhe më shkarkoni dhe mua me këtë rasët bira hatë, po dhe një mua bet kod.